Syte tunë të i kujtue, unë I do gjasyte mi. Kur vjen vera me verue, s'pas kan flat hiet pa ty. Një për atyne të kushërinëve të vogla, e ndëgja këtë këngë, thët, nuk marr tjetër vetëm shqiptar, thët. Edhe njoftohet me një djalë të shqiptarët në Stamboll të jetu atje. Thët, vajza ka gjetë një djalë atje, thët, edhe ka ra kënga jote, e ka gjetë atë shqiptarin atje, thët, edhe po dënë me ba dasmen, thët. Edhe thët, parti, thët, dasmen s'paj. Sa I ndjen kështu që muzikat ka ndodhur herë se ju keni raste të ndryshme, qoftë në përmbrëmje muzikore, qoftë nashta edhe ka shtëpia kur kënon, a keni raste që ka ndodhur në qoftë mbrëmje muzikore, qoftë në sen interesant që tash kujtohet? Qoftë me ndaj artist ose kur keni pas rrugë dikojnë? Sa ka është fuqia e këngës, do ta ceki një rast, ne kem disa familjarë në Turqi atje, e disa e ndalë edhe në Belgjik atje, kushërit të largët, dhe kur shkovon, pastaj unë njoftum si familja, ta fëmija e tyre, si këshin I këngët e mija, po kur unë njoftum, pastaj ndëgjojshen edhe fillun me ndëgju këngë shqipe, veç shqip ato vajzat, edhe unë e kom pas këndu një këngë shqiptar Kosovalis, ashtu ju thojnë atje të Kosovës, me Hekoran Krasniqin. Por e kemi pas ba në dy gjuhë, shqip dhe turqisht, se një pjesë nuk e din shqipen, edhe me qu mesazhin të ata që nuk e din shqipen, porosin e këngës. Edhe kem pas këndu në vit, pare në 13 vjetë nështë ma shumë, dhe u pranu aq bukur atje, sa që edhe në telefon e patën futat këngë atje, shqiptarët, dhe një për atyne kushërinëve të vogla, e ndëgja këtë këngë, thët, nuk marr tjetër vetëm shqiptar, thët. Edhe njoftohet me një djalë të shqiptarët në Stamboll të jetu atje. Edhe pastaj më thirrë nana e tij, thët, basa shashtë, do I marrë mazarkë me pi çaj dhe kem pak punë. Thëm, çka ka të re, thët, vajza ka gjetë një djalë atje, thët, edhe ka ra kënga jote, e ka gjetë atë shqiptarin atje, thët, edhe po dënë me ba dasmen, thët. Edhe thët, parti, thët, dasmen s'paj. Po, ishte koha e, dikun ka pjesën, ka 24 gusht nëse zgaboj ka qenë. 2 ditë më shkojshin, do shke me, po, u morën vesh, shkova atje. Edhe thët, ka më spaku një 5 herë me kënu, tha. Se ka ra qaja kam, tha, unë e kom vendos me marë laborët shqiptar. Shkum darës më atje, kalun bukur, edhe është interesant kur sa tjenu se mas kongës 2-3 në duket hyni. Po e kish qëndis dovakun, dovak I kuq e zi e kish bon shqiponin këtu, edhe hyni 10 minuta ka valzue me dovak qashtu. Pa hjek shqiponin prej atë ujt. Be ishte një emocion shumë I veçantë. Dhe kur ishëm vitin e kalum, u majtë epopeja jasharajme, edhe festa pavarësisë në Stamboll, ishin të bu 28 shoqata shqiptare atje, me organizu dikun 3.000 vetin ka unë, në atë koncert, dhe kishte ardha ja vajza, me familje edhe 2 djem. O, pas këta ashe dhe fëmi? Po, thamë, dhe këta e djem për cilët ke këntu ndasë. Thash, si ka në emrat, tha I madhe ka I leri 2 të arben. Unë meta pa tekst, se ati në Turqi e kanë gjithë emrat, qëkur të në hershë. Po emrat tamon kështu me të origjinës, nuk ishtë ndodhë, e këm për qafë, thash. Ka nga pas ka kry misionin me ty, thash. Thash, me emrat, thash, e pas ke rëmbullaksu atë madhështin, thash, që e ke bon, thash, me këtë rast. Kështu që ti ki rastet shumë ta besoj, po që po mdo këtë që këja pas ka qitë vullen. Jom dje mirë, aty jom dje mirë që thash që ka nga pas ka arsitu, thash, ato për cilën
Edhe kur gjë mos pas ndodh, vetëm çat rast, për mua ishte e mjaftueshme. Ka qenë mjaftueshme. Jena në prag të festave të fundvitit, vitërive që është afër, për fond jem ka du me të pyet ti ke ardhur në Kosovë, apo do me nejt me festu në Kosovë, apo do më kthim me festu në Belgjik apo? Unë në shumë raste të rralla, vetëm kur I kam fëmijë në Kosovë, se për ndryshe nuk shkoj për festat e fundvitit. Do të jem me fëmijë atje. Do të kthehem dhe kam një obligim këtu, një mbrëmje dhe një dasëm. Dhe për festat do të jem atje. Kështu që planet e tua për vitin 2026, çfarë këngë tjera kemi na pru? Se nuk besoj që ki munojt, se ti si ajo vena, sa ma shumë që rren, as ma e mirë bohesh, kështu që zoni vesh ma e mirë për shkon të bo. Unë një herë kom pas, po përmeni një këngë, po kom pas paralajmërue, po pasaj mas 2 javë një këngëtare e këndoj qatë temë, edhe mo temat zakonisht nuk I lajmëroj, të ndesin surprizë, po I kam disa plane, disa. Unë zakonisht ndodhe nga njëherë për 1 javë ditë e bëj një këngë, mbin ato emocionet. Pam. Kështu që nuk dihet, je I papritshëm. Jo, krejt varet prej emocioneve, po do ta kem. I kam disa këngë që do ta kem edhe një duet me fjollën, po jo me zant kompjuterit, po kështu me zant normal, po në qatë frym, në qatë stilin modern, po edhe disa këngë tjera. Kështu që shka do që vjen mirë se art, pa dyshim që ka mu kone mirë, pa dyshim që kena mengu krejt. Ato nuk dihet, ato se nga njëherë qëllojmë, nga njëherë edhe nas... Ja, ty nuk o shonë sa mos mja qëllu. Si jemi na robota që çdo herë me... Ata qenë kompozitorë të shkollum, ata edhe qëllojnë, se ndryshe ata e shojnë. Na jem autodidakt, që e kemi nisë me punu këngë edhe me shkru prej zorit se s'ka pas kush me na bë këngë. Pastaj na met në dorë, ato tani vazhdojmë, po kur e pam që po pritin mirë këngët, atëherë vazhdo me bo. Jo, po atëherë kalon në mënyrë jo profesional, po kalon si krijues, sepse kur pritin këngët mirë, këndohen nga tjerët, atëherë kemi bërë diçka. Jo, diçka e po shumë çka, kështu që inshallah jeton gjatë, inshallah kena gjatë në skenën muzikore, me na përcjell zoni yt në për darsma, në për arringje familjare kështu me radhë, e faleminderit shumë që ikon sot me neve. Ishte e besoj që nuk është era e fundit, kena mu taku prap, e faleminderit shumë edhe ne. Faleminderit, ishte nder, ishte kënaqësi që të jem në studion e ju. Urime festat e fundvitit, urime gjithë shqiptarëve kudo që janë, qoftë në trojet shqiptare, qoftë në përbot. Uroj gjithat mirat, dhash Zotit që ardhmeria e kombit shqiptar tjetë e ndritur kudo që janë dhe është kënaqësi kur tash shkon në trojet shqiptare i sheh sa është ndërtuar, sa është zhvilluar Kosova, Shqipnia, po dhe pjesë tjera dhe dhash Zotit që të mirat mos ndalen kurrë. Amin, inshallah, faleminderit shumë. Faleminderit. Kështu që miqtë e Gazetës Demos të podcastit të po. Na nuk ishim kaq veç për këtë epizod të fundit, por për këtë vit komplet, kështu që shihemi vitin e ardhshëm, urime viti ri, e inshallah sa më shumë paqe e dashuri për njëri tjetrin, kështu që prej meje për këtë vit tong shihemi vitin e ardhshëm. Spas kan flat